Një material vërtet interesant, besoj se e shijuat miq të mirë dhe ju pëlqeu gjitha ajo që sollëm për ju në mëngjes në mënyrë që të relaksoheni edhe ju pak, ndërsa këtë mëngjes edhe më të mirë do të na vënë mjeku i cili është prezent sot, është një mjek vërtet i aftë dhe me arritje të tij të shumta. Me ne sot është mjeku Lulzim Agaj, neurokirurgu, gjithsesi që besoj të jetë i njohur për të gjithë ju. Mirëmëngjes dhe mirë se na erdhët. Mirëmëngjes. Kam derin t'jeni me ne sot dhe ju faleminderit shumë që edhe pranuat ftesën, t'jeni pjesë e ynia duke pas parasysh edhe orarin e punës së krejt këto, po gjithsesi në datë kohë për ne dhe për shikuesit tanë. Sot jemi këtu për të biseduar në fakt për sëmundjet neurokirurgjike dhe të doja si fillim njëherë një biografi të shkurtër mbi ju se kush është Lulzim Agaj për ata ndoshta që për herë para rinë të shohin. Pra unë jam mjek, specialist neurokirurg, tashmë 20 vjetë në këtë specializim. Jam i lindur në Shkup, specializimin e kam kryer në fazat të ndryshme, në qendra të ndryshme. Tani një kohë kam punuar pjesën më të madhe të karrierës time në klinikën e neurokirurgjisë në Shkup, pastaj në një spital privat, Remedica, dhe së fundit, 2 vitet e fundit, jam në spitalin klinik Sistina, Axhibadem, këtu në Shkup. Keni përvojat mjaftueshme dhe besoj se keni takuar njerëz me ankesa të ndryshme sa i përket kësaj sëmundjeve të neurokirurgjisë, mirë po të doja një herë të flasim për ato cilat janë sfidat pikërisht të neurokirurgjisë. Kjo është një pyetje jashtëzakonisht interesante. Për sfidat e neurokirurgjisë të flitet gjithmonë ka të tilla, edhe sfidat janë ato që e shtyjnë një lëmi përpara, një shkencë, një disiplinë. Po të shihet zhvillimi i neurokirurgjisë 100 vitet e fundit, do të shohim se para 100 viteve as që ka ekzistuar neurokirurgjia si disiplinë mjekësore, ka pasur orvatje për të bërë do operacione të trurit, të cilat kanë përfunduar jashtëzakonisht me rezultate të dobta. Në fillim të shekullit 20 fillojnë themeluesit e neurokirurgjisë bashkollore, t'i vejnë parimet e një shkence moderne, William Harvey Cushing dhe Walter Dandy, me zhvillimin e hovshëm të neurokirurgjisë, të teknikës operative, vjen faktikisht bazat, themelet. Ajo ka filluar si e tillë në Amerikë. Paralelisht zhvillohet edhe në Evropë neurokirurgjia, por revolucioni i ardhshëm i madh ka filluar me aplikimin e mikroskopit në teknikën operative. A revolucioni i tretë më i madh, si ta quaj, ka filluar me zbatimin e teknikave të incizimit të trurit, teknikat radiologjike, tomografie kompjuterizuar, rezonanca magnetike. Këto na mundsuan që në mënyrë shumë të saktë t'i shohim ndryshimet në tru, të shohim natyrën e sëmundjes që planifikojmë ta operojmë dhe të bëjmë një plan paraoperativ të thukt në mënyrë që rezultatet të jenë sa më të mira. Zhvillimi i neurokirurgjisë vazhdon në vitet e 80-ta, 90-ta të shekullit kaluar, e merr hovë natyrisht gjatë në këtë mileniumin e ri, me promovimin e teknikave të shumta operative, ku rol gjithnjë më të madh kanë teknikat kompjuterike. Si do ta shohim neurokirurgjinë pas 50-60 vitesh, me siguri teknikat kompjuterike do t'jenë shumë më tepër të pranishme, çdo gjë do t'jetë shumë më e saktë, gjithmonë e më pak do t'ketë improvizime, po gjithmonë e më shumë do t'ketë planifikime të thukta, kompjuterike, dhe në këtë mënyrë do të shkojmë drejt një perfeksionimi operativ. Një sqarim në pika shkurtra, por mjaft i qartë se përket edhe zhvillimit të neurokirurgjisë, ndërsa kur jemi te neurokirurgjia do të doja edhe të ndalemi te ajo se cilat janë sëmundjet që më së shpeshti apo prej të cilave popullata jonë ankon.
Nga spektri sëmundjeve që mjekon neurokirurgjia, kisha dashur të veçoj problemet me kurizin. Është një problem shumë i shpeshtë të njeriu bashkohor, që me vertikalizimin e njeriu si krijes kanë filluar problemet e kurizit. Vertikalizim, do me thënë ecja. Nënkupton një sfidë gravitacionit, pasi kurizi merr një pozitë e cila e sfidon gravitacionin, kështu që pjesa e poshtme e kurizit, e midisit, është më e eksponuar peshave të rënda se pjesët më të sipërme. Momenti i dytë, jo i favorshëm për kurizin, është ulja. Ne sot e kësaj dite ulemi shumë më tepër se stërgjyshit tanë, madje se gjyshërit tanë. Karakteri punëve të sotme është i lidhur me të ulurit. Qëndrojmë shumë gjatë para kompjuterit, qëndrojmë shumë gjatë para ekraneve televizive, dhe ky aktivitet është jashtëzakonisht i dëmshëm për kurizin dhe paraqiten sëmundje të ndryshme degenerative. Ka statistika që thonë se 80% të popullatës botërore të paktën një herë gjatë jetës së tyre kanë pasur një problem me kurizin. Pra kjo do të ishte, si të them, sëmundja më e shpesht të njerëzit që ka një karakter neurokirurgjik. E tash se i përket mjekimit, unë të paktën si neurokirurg, shumë i përkushtoj një rëndësi prevencës, pra këshillimit të pacientëve si t'ju shmangën këtyre momenteve të disfavorshme për kurizin. Në këtë aspekt, pra, këshilla e parë do t'ishte uluni sa më pak. Ecni më tepër, lëvizni, mirë është njeriu edhe në moshë më të shtyrë të ketë një aktivitet fizik, të ketë një hobi sportiv. Për çdo moshë ekzistojnë sporte. Nëse s'mund në moshën 50 vjeçare të luajmë futboll, mund të ecim, mund një vrap të lehtë e kështu me radhë. Ajo ndikon përveç në sëmundjet të cilat sapo i përmendet edhe ju, ndikon edhe në peshën e trupit. Mandej kur trupi ka peshë më tepër nga që mund ban, munden edhe probleme më të mëdha të shtohen tek njeriu, obeziteti e shumë sëmundje tjera që vijnë nga qëndrimi ulur. Gjithsesi, mbi pesha apo obeziteti është një problem gjithashtu shumë aktual në botën bashkohore. Mbi pesha si e tillë nuk sjell asgjë të mbar. Mos të ketë keq kuptim, unë respektoj dhe kam shumë mirë dashamirë që janë me mbi peshë. Nuk është aspekti estetika, nuk është çështja e pamjes estetike, ajo vjen në fund. Është çështja e shëndetit. Një mbi peshë, kur të shohim ngarkon pikës pari sistemin kardiovaskular, zemrën, pikës dyti e ngarkon sistemin e bartjes së individit, pra skeletin, kurizin, duke filluar nga qafa, pjesa e gjoksit e kurizit, si dhe pjesa e poshtme, pjesa belore e kurizit. Gjithashtu i ngarkon një mbi peshë kërdhoklat, gjunjt, si dhe zogjt e këmbëve. Pra në tërësi, krejt sistemi ynë që na shërben për të lëvizur është i mbi ngarkuar. Çdo me një mbi peshë, të themi unë do të kem 30 kg më tepër se çdo të ishte e rekomanduar për gjatësinë dhe moshën time. Pra unë me ato 30 kg sillem gjithkundi, ata 30 kg ma lodhin qafën, kurizin, kërdhokla, gjunjt, krejt trupit, si dhe zemrën. Pra unë funksionoj më vështirë si i tillë, do t'isha shumë më pak efikas në punë, do t'a lodhja zemrën time, nuk do t'kisha asfar dobije vetë se dëm nga një mbi peshë e tillë. Përveç këtyre, mbi pesha krijon predispozit për paraqitjen e hershme të sëmundjes së sheqerit. Mandej për paraqitjen e tensionit, shtypjes së lartë të gjakut, si dhe një sër sëmundjesh të tjera.
ndërsa sa i përket operacioneve neurochirurgicale, cilat janë ato operacione që në Republikën e Maqedonisë mund të kryhen? Në Maqedoni mund të kryen një numër i madh i operacioneve neurochirurgjike, mund të them pothuajse të gjitha. Është çështja se me çfarë cilësie kryhen. Këtu duhet të kemi parasysh faktin që si shtet jemi i vogël dhe potenciali demografik është i vogël. Dhe si shtet nuk mund të matemi të themi me një Gjermani, me një Turqi, me një Kinë, mos flasim për Amerikën, si në aspektin e frekuencës së rasteve që mjekojnë mjekët, kolegët, ashtu edhe në mundësitë teknologjike. Pra, mjekësia si edhe shkenca tjera është shumë e varur nga faktori financiar. Të gjitha këto aspekte në shtetin tonë janë më modeste, por megjithatë këtu ekziston një traditë. Të gjitha ato momente që i parashtrova pak përpara, pra imazhet radiologjike, tomografia kompjuterizuar, rezonanca magnetike, teknika mikroskopike e operimit janë të pranishme shumë vite, pra kanë traditë në këtë vend. Në kohën e fundit ka urvatje për aplikimin e teknikave endoskopike në neurochirurgji, që gjithashtu e begaton spektrin e operacione, pra me një fjalë shumica operacioneve kryhen këtu te ne. Ndërsa se përket sëmundjeve cerebrovaskulare, cilat janë faktorët rrezik të kësaj sëmundje? Sëmundjet cerebrovaskulare në parim ndahen në dy grupe. Grupi ku kemi goditjet e trurit me gjakderdhje në tru dhe goditjet ischemike, që është si pasojë mos qarkullimit të gjakut në një pjesë të caktuar të trurit. Pra më saktë flas për goditjet e trurit, pika në tru, si thuat. Neurochirurgjia mirët me këtë pjesë të goditjeve të trurit që shkakton me gjakderdhje. Dhe mirët si me mjekimin konservativ, ashtu edhe me mjekimin operativ të tyre. Në këtë aspekt do të dëshiroja të theksoj se në spitalin ton kemi një qasje mjaft bashkohore për trajtimin e sëmundjeve cerebrovaskulare, ku kemi vënë themelet e një mjekimi shumë efikas dhe të hershëm. Fjala është për goditjet e trurit që ndodhin shumë shpejt. Dhe kemi një periudhë, një kohë të arë, kur mund të intervenojmë nëse me kohë e zbulojmë shkaktarin e goditjes së trurit. Pra nëse shkaku i goditjes në tru është një tromb, një thërime që ka zaptuar, që ka obstruar një enë të gjakut, dhe një pjesë e trurit nuk funksionon si pasojë mungesës së gjakut. Kjo çështje, kjo punë duhet diagnostikuar brenda 3 orëve, pra duhet reaguar shumë shpejt, të shihet ku është problemi dhe ka mundësi që në kuadër, në kornizë të kësaj kohe, të intervenojmë me një barë shumë efikas trombolitik, të shkaktojmë trombolis, pra dërmimin e kësaj thërmie që ka shkaktuar blokimin e enës së gjakut dhe të shpëtojmë pacientin nga pasojat fatale që shkakton kjo sëmundje. Pra në këtë aspekt sëmundjet cerebrovaskulare trajtohen me shumë efikasitet te ne. Por të rikthejmë në atë që parashtruat edhe cila do t'ishtë prevenca e këtyre sëmundjeve. Prevenca do t'ishtë pak a shumë ajo që fola pak parës për mbi peshën. Një jetë e shëndetshme, një ushqim i balansuar. Tash në internet dhe në media kemi shumë këshilla se si duhet të ushqemi, si duhet të lëvizim, si duhet të kemi një mënyrë më të shëndetshme të tjetuarit. Në këtë mënyrë i prevenojmë
në mas të madhe sëmundjet cerebrovaskulare. Mirë po, sa duhet pacientat apo personat që vuajnë nga ndonjë sëmundje të marrin parasysh këshillat nga interneti përpara se të konsultohen me juve si mjek në këtë aspekt? Definitivisht. Pra, kjo që ndodh në tru, sëmundjet cerebrovaskulare janë pasoja. Pra, konstatimi juaj është me vend, shumë është më mirë të eliminon shkaqet që sjellin deri te komplikimet cerebrovaskulare. Si thash, shkaqet janë shtypja lart e gjakut, sëmundja e sheqerit, mbi pesha, mënyra e pashëndetshme e tjetuarit, me shumë të ulur, me shumë pasivitet, me mungesë të shprehive sportive, të gjitha këto favorizojnë paraqitjen e sëmundjeve të tilla. Pra një konsultim paraprak me internistin, por edhe me mjekun am, me mjekun e përgjithshëm do t'ishte shumë i dobishëm. Këtu është një moment tjetër që çdo individ, çdo njeri është farkëtar i shëndetit të vet. Ka njeri i cili thjesht përzgjedh një mënyrë të jetuarit dhe unë e respektoj këtë vendim të tij. Nuk mund t'ja imponosh dikujt me do e mos që të ketë një stil të këtill apo të atill të jetuarit. Ndërsa sa i përket sëmundjeve maligne, si mund t'i zbulojmë dhe si mund të trajtohen ato? Sëmundjet maligne, konkretisht të trurit, janë për fat të mirë të ralla. Ato marrin pjesë me 2% në numrin e gjithë mbarshëm të sëmundjeve maligne të trupit, të krahasuar me kanceret e zorës së trash, mushkrive, të gjirit e kështu me radhë. Sëmundjet maligne të trurit, manifestimi i tyre fillon zakonisht me dhimbje të kokës dhe me të vjellura. Por, këtu doja të theksoj se kokëdhimbjet janë shumë më të shpeshta në popullatën tonë dhe kjo nuk do të thotë që dikush ka për shkak të hir të atyre dhimbjeve ndonjë problem me trurin. Pjesa më e madhe e dhimbjeve të kokës janë të natyrës funksionale, pra nga lodhja, nga stresi, apo ato dhimbje që janë të karakterit migrenos. Pra, këto s'kan fare të bëjnë me tumore të trurit. Pra, një numër i vogël i dhimbjeve të kokës ndërlidhen me tumore. Këto janë zakonisht dhimbje që individi nuk i ka përjetuar më parë, janë dhimbje që i intensitetit të cilave vjene rritet, shtohet, dhe zakonisht përcillen me të vjellura. Të vjellura që nuk janë të provokuara të cytura nga ushqimi, janë të pavarura. Dhe zakonisht individi pasi vjell lirohet nga dhimbja e kokës. Kjo do t'ishte një simptom tipik i dhimbjeve të kokës te tumoret maligne të trurit. Diagnostifikimi i hershëm i tyre fillon me një kontroll të përimtësuar të pacientit. Këti i themi kontroll neurologjik. Një neurolog i mirë mund të nxjerrë shumë informata të vlefshme nga kontrolli i tillë dhe në sajt të kontrollit, pastaj sipas nevojës i rekomandon pacientit ose pacientes incizime të trurit. Do t'jetë ajo tomografie kompjuterizuar ose rezonancë magnetike, kjo varet nga vlerësimi i mjekut. Përparësia këtyre imazheve radiologjike, këtyre incizimeve është se e tregojnë në mënyrë shumë të saktë ka ose s'ka tumor, dhe jo vetëm kaq, tregojnë edhe për natyrën e mundshme biologjike, për lokalizimin dhe shumë informata të tjera të vlefshme për mjekimin e pacientit. Cilat janë faktorët rrezik për këtë apo rrezik faktorët dhe si duhet jemi të kujdesshëm ne? Sa i përket tumoreve të maligne të trurit, shkenca akoma sot e kësaj dite nuk ka arritur të gjej faktorin etiologjik, pra shkaktarin. Ka shumë teori. Me siguri ka një kombinim të do faktoreve predispozues që ne i bartim në vete, në kombinim me ambientin e jashtëm.
por konkretisht nuk kemi ndonjë faktor që mund ta akuzojmë se si shkaktar konkret të tumoreve të trurit, kështu që nuk ka ndonjë prevencë. Natyrisht mirë kishen të jetojmë në ndonjë ambient më të shëndetshëm, me një ajër më të pastër, ku nuk ka rrezatime të ndryshme, të jemi sa më pak të eksponuar rrezatimeve të ndryshme. Këtu hyn edhe rrezatimet mjekësore, pra duhet me masë edhe ato incizime të bëhen. Këto do të ishin këshillat e përgjithshme. Metoda diagnostifikuese të sëmundjeve maligne cilat janë? Sa i përket sëmundjeve maligne të trurit, janë ato metodat standarde, radiologjike, tomografia kompjuterizuar, rezonanca magnetike. Në spitalin ton kemi një mundësi jashtëzakonisht të mirë për zbulimin e tumoreve në pjesë të ndryshme të trurit, është PET skeni. Është një metodë e cila është në gjendje të zbuloj praninë e tumoreve dhe sëmundjeve të tjera në pjesë të ndryshme të trupit. Kjo është në situata të tilla kur nuk jemi të sigurt, të themi kemi një metastaz në tru ose dikun tjetër, nuk e dim burimin e tumorit. Në atë rast, PET skeni na ndihmon shumë, na tregon se në cilën pjesë të trupit është. Është në lups, në zorë të trash, në ndonjë ashtë e kështu me radhë, dhe në bazë të asaj mandej në mënyrë shumë më precize vazhdojnë hulumtime tjera. Do të kisha dashur ta sqarojmë pak këtë PET skenin për shikues ndoshta që nuk e kanë qartë se si është apo çka është ajo PET sken. Kjo është një metodë e cila shfrytëzon metoda të ndryshme radionukleide, pra është në kuadër të shërbimit ton të patofiziologjisë të spitalit ton, dhe në bazë të kësaj pra konstatohet ajo që thash. Si metodë është paksa më specifike, nuk mund të bëhet aty për aty, duhet të caktohet termin për incizim me PET sken, disa ditë përpara. Pacienti i nështrohet një procedure të veçantë të trajtimit, ku incizimi zbatohet në kuadër të 24 orëve, pra duhet të hospitalizohet, bët aplikimi i mjetit radionukleid dhe bët incizimi gjatë 3 orëve pas aplikimit, 6 orëve, 9 orëve, kështu me radhë, dhe në 24 orë pas aplikimit të këtij mjeti. Dhe në mënyrë kompjuterike përpunohen të gjitha të dhënat e këtyre incizimeve dhe sillet përfundimi në bazë të përpunimit kompjuterik. Ndërsa operacionet e kokës dhe bushtit kurrizor, të ndalemi pak aty. Operacionet në spitalin ton janë krye këput në mënyrë mikroskopike. Mikroskopi operativ mundson një punë shumë më precize, shumë më të saktë, është iluminimi, ndriçimi i fushës operative superior, si dhe zmadhohet fusha operative për disa herë, që na mundson neve mjekëve të shohim më mirë atë që operojnë. Këtë potencoj se në të kaluarën operacionet janë bërë pa mikroskop. Në këtë mënyrë është përparësi e madhe. Në sallë operative kemi një sër mjetesh të tjera ndihmëse, përdorim ultratingullin për diagnostikim intraoperativ më të saktë të proceseve patologjike. Kemi edhe imazhet radiologjike kompjuterike në sallën e operacionit, kurse gjatë operacionit kemi mundësi për konsultime plotësuese dhe në këtë mënyrë krejt kjo e bën operacionin më efikas. Kurrizi gjithashtu operohet me mikroskop që mundson edhe invazionin operativ më të vogël, pra dëmtimin operativ të jetë më i vogël dhe precizitetin operativ të jetë maksimalisht i lartë. Ndërsa
Cilat janë ato operaciona apo intervenime që në Republikën e Maqedonisë mund të kryen dhe cilat janë ato që s'munden këtu ende nuk kanë ndoshta ato teknologjitë e duhura, ato mjetet e duhura dhe që duhet shkojnë pacientët jashtë vendit ndoshta? Në Maqedoni nuk kemi gamma knife. Është një lloj rrezatimi i fokusuar kompjuterik që rrezaton një pjesë të caktuar, një tumor të caktuar me madhësi zakonisht më të vogla se tumorët e mëdhenj. Kjo mundësi ekziston për momentin në Stamboll, në Zagreb, në Greqi, në Athinë, të Sëvoni edhe në Beograd. Në spitalin ton ekziston një metodë e ngjashme me gamma knife-in, trilogji quhet një metodë stereotaksi quhet, pra një rrezatim i fokusuar. Çka do të thotë kjo? Rrezatimi si procedurë mjekuese nënkupton bombardimin e një pjese caktuar të trupit. Tash konkretisht flasim për trurin me rreze X, që janë të dëmshme më shumëti për qelizat malinje. I dëmtojnë pikës pari ato, por mjerish i dëmtojnë edhe qelizat e shëndosha. Që të anashkalohet kjo, në mënyrë kompjuterike, fija, tufa e rrezeve radioaktive fokusohet vetëm në pjesën tumoroze. Pra, duke anashkaluar indin e shëndosh të trurit, pra nuk dëmtohet fare truri përreth. Kjo është përparësia e gamma knife. Gamma knife është fjalë angleze gamma thikë gamma, që në mënyrë precize e sulmon pikërisht atë pjesë të sëmurë. Në spitalin ton, si përmenda, përdoret teknika me aparatin trilogji, që nënkupton më shumë rrezatime, gjatë më shumë ditëve, nevojitën 10-15 rrezatime të tilla, a përparësia e teknikës gamma knife është se mundson me një rrezatim të vetëm të arrihet ky efekt. Është një temë e gjerë për cilën do të kishim diskutuar shumë, ndoshta edhe me siguri se kur një mjek është në studio ka shumë pyetje të cilat nuk do të kisha rreshtur së parashtruar në mënyrë që shikuesit tanë të dinë të informohen më tepër rreth këtyre llojeve të sëmundjeve. Mirëpash edhe koha na premton dhe unë do të kisha dashur t'ju falenderoj që ishin sot me ne në mëngjes, edhe po të keni diçka tjetër që lam pa e treguar, pa e thënë që është me rëndësi, urdhëroni. Ju faleminderit ju e për ftesën, ju kisha dëshiruar shikuesve të televizionit 21 shëndet e mbarësi. Faleminderit shumë edhe një herë.